U zgjume, u bëm gati dhe kam harru të marrë gjyslykt. Në fakt ishim me dalë dhe një të shku në Orvieto, jam vesh kështu sot. Në fakt bëjtën të me e kam vu në këtë mënyrë sot. Nuk di sa ju pëlqen, por shmendova ta vendos ose një qime. Dhe kam harru gjyslykt në hotel, që po kthehem të marrë edhe një herë gjyslykt dhe pastaj të ikim. Çantën besoj e keni pa, për shishe ujit, fustani, atletet, gjëra normale, nuk është një gjë. Ta shoplocume me qyqet dhe le të shkojmë se është të mprit një hani poshtë. Sot do shkojmë në Orvieto dhe do ju marrim me vete, do ju tregojmë pak se çfarë ka në Orvieto. Qëse për mund kishim najt në Rom të ankohen, thjesht më shiu Romen, por shoqja ime ngushtë do të shofi Orvieton. Është një qytet e vogël afër Romës dhe do shkojmë të shofim, kështu që okay, ajo i pëlqen, nuk mund t'ja prish. Është një tip që ecën shumë, do të eksploroj shumë. Mua më pëlqen, por më pëlqen shumë të shijoj pak atë Romën si vend, si qytetare e Romës, kështu shkoj në vende, të eksploroj rrugët. Por sot jemi në Orvieto, do shkojmë në Orvieto dhe pastaj nesër do jemi në Rom përsëri dhe pastaj do shkojmë në shtëpi. Kështu. Ihan, ata më bëktërdën shuan. Yüz ifadesine baksan, yani rahatsız ediyor. Poğaçalar. Teşekkür. Kafet bu këtë shumë e bukur dhe hala s'kam pi kafe këta. Jena të shku tek stacioni trenit për momentin. Morë me poğaçat, jo poğaça, fogaça. Fogaça. Morë me fogaça të mushna me gjana, me mozzarella, me perime. Ajne jarë, orë dhe gëtë bjerës. Dhe tani po ikum tek trenit, blejmë biletat edhe të shkojmë në Orvieto. Sepse kjo është fiksu. Bak, burada da këtu kena. Türkiye'de biz nefret ediyoruz ya. Jo. Ne yapalım Nihan? Biz de mi nefret edelim Can Yaman'dan? Hayır, Nihan çok güzel gözüküyorsun. Şu an arkandan ben video çekiyorum ya. Peki daha uygun geliyor mu? Bir baksana. Tani po marrë bilet. Aynen. Nuk mund të them se s'kam marrë metro. Po vim edhe në metro dhe Farklı bir metro var. Treni që kishim, normal njime për më shku në Rebibje, për më shku në Tiburtina, për më marrë trenin atje, dhe unda në 2 seksione, pastaj po presim trenin tjetër, sepse ai ishte në drejtim Jonjo dhe jo Rebibja, undate pa treni në Bologna, kështu domethënë stacionet po them në momentin, edhe tani bën rëndësimin që do vi dhe të shohim sa a do vi. Një hajnë do ku po marrë biletet atje, po marrë kafe këtu, por që t'vinë këpore që marrë pasin edhe të krymë. Një hajnë i marrë dhe biletat, tiki. Edhe cappuccino me... Yeah. Më dha qumsht edhe macchiato, s'di da ma fanë, skandal. Edhe që këgjem biraz havaya. Ultimin e tren akoma nuk kam bëru. Kemi edhe pak për kalu në Orvieto dhe pamja në trenin pagë shumë e bukur sepse është
dhe ka ato ngjyra të bukura të lishtës. Ka diell, gjë që po më është shumë e rëndësishme. Ai bën shumë fakt të dirun, bën këtë pikë më ishte sërden shumë. E kam harru me liqopit, po thoja, në tërsisht. Dhe pse do më brinjë në Orvieto, kena marrë sandviqet, por e që i kemi lanë në qese, gjithë qesja është pa vaj, sepse morë me sandviqe me domate në vaj, domate të thata në vaj, edhe një hani e banim me pak më shumë perime që ishin ato me vaj, ose pjesa e mozzarellës që kishte shumë ujë dhe është ba gëleta shumë pjesë. Dhe kështu. Po ikim për momentin një hana të më treguta na ultimeve të sa më përpara në Itali me shokësh dhe saj. Böyle gösteriyor hani ne de gizmiş falan ne yapmış. Atë më treguta na gjatë kanë që atë që ka pa më përpara në Itali. Evet, dhe të më tregua dhe dhomën dhe më thonë. Nga këtu pamjen shumë e bukur përveçse se treni shumë shpejt dhe nuk duket. Allah. Dhe më rritëm. Tani do marrim autobusin dhe pastaj do shkojmë atje sipër tek hoteli. Ne do marrim këtë. Evet. Yaptı. Onun öyle yaptığını görünce dedim üniversite. Çünkü İtalyanlar böyle şey. O adam mı? Evet. Ben onu fark etmedim. Yok, o böyle bana mimik yapınca ben de ay çok iyi değil mi? Çünkü şey İtalyanlar gerçekten böyle bir dükkana girdiğinde hi işte hello how are you? Evet onu İşte diyorlar. böyle karşılıklı konuşmadan sonra Diyorlar. şeyi daha çok Yani şey mesela buradaki adamın mesela ilişkisi çok güzel. Böyle ne kadar güzel bir kompliment bu. Compliment. Hemen videosunu çekeceğim. Şöyle video. Hızlandırılmış videoyu mu çeksin? Kena hip në tip teleferikut, tip trenit që njitet nalt. Dhe po presim që të vinë shoferi edhe hipim nalt. Ky si tip teleferikut është kështu, do vi dhe timonieri. Timonieri diyorum. Böyle timonda olan kişi timonier. Dhe ultimi ishte shumë i rahatshëm. Ne kena marrë po goqën, më përën halo si kena hangër, domethënë, la me nam. Por tani po presim që të ngjitemi lart dhe ta shohim Orivjetën e Nihanit. Söyle. Sono italiano. Italiano vero. Bunu hep söylüyordu okulda. Ay, Vallahi şeysiz bir aynen şoförsüz arka tarafta da mı yok? Arka tarafta da yani burada olması gerekiyor normalde. Arka tarafta görünmüyor buradan da. Yoktur yani. Yok yani. Ska şoför. Është janë shumë ciut. Ska nevojë për shofer. Yani ay sanki düşüyorum gibi bir şey. Ay çok güzel. Orvieto'ya gitmek istemiyorum. Çok merak ediyorum. Ya bana o yani şey merak etmediğim değil. Yani gelsem de gelmesem problem değil. Burada şey diğer tarafa geçecek. Bir tane daha geliyor. Şu an Allah'ım. Ay ben şu olayı ben sevmedim. Korkuyorum. Ha, bu hangi tarafa gidiyor? Ay bu tarafa gidiyor. Ay böyle. Përpak mbërritëm. Tani do marrëm autobusin dhe të shkojmë. Otobüsü alacağız değil mi? Evet. Öyle videoya geçeceğiz değil mi? Ama işte pa şoför, işte pak weird. Bilmiyorum. Bu çok güzel. Bip bip. Shumë po marrë pak video kështu, sepse do t'ju tregoj pak më me detaje autobusin këtu dhe do shkojmë sipër. Normalisht nuk pagun faturë ekstra, sepse ke pagu një bilet për 90 apo 100 minuta diçka atje. Autobusin e kishim të kam, do të thotë po ikim e kishim duomaja sipër. Böyle çok güzel. Nihan anlattı. Çok güzel oldu. Gerçekten yani. Lorenzo, Lorenzo'ydu az önce okudum. Onun ilk böyle Lorenzo. çıraklık eserlerinden biriydi bu. Biletleri orada. Oradan almamız gerekiyor. Biz
şunları yiyelim. Doğan përpara, pastaj do Focaccia vazhdojmë. sandviç. Çünkü hala elimizde. Ama çok güzel, aşırı güzel. Şu sokakları gezeceğiz. O sokaklar harika. Harika bir yer. Yani oha yani oha. Şu insanlara bak ya. Bu insanlar nasıl o kadar becermişler orada. Becermişler işte. Bekle. Neler. Pış. Yani harika bir şey ya. Me ka qimësi me punu një herë, domethënë nuk di, do të jesh perfekt. Është perfekte. Nëse unë do vazhdoj të habitem pak më vonë, tani do haj bukë. Nihani nuk pritje dhe filloi me hangër, unë hala se kam hangër, por duket që është shumë e mirë dhe Nihani marroi mas kësaj. Ay, orada da poğaça yiyorum. O doğumunun karşı yani. Evet, ekmek çok güzel. Ben sadece domatesli, kabak ve mozzarella aldım. Domates, kabak. Adam dedi zaten her şeyi koyuyorsun dedi. Ama çok lezzetli. Ama sen anlamadın çünkü o galiba İtalyanca söyledi. Ama mesela bir yerde geldiğinde onun dilinde anlamak çok güzel bir şey. Tabii gideceğim. Bu da onda bir şey. Yemek. Dhe normalisht po mundohemi të bëjmë 500.000 foto, por asnjëra s'll halas fiksi e dona ne. Nëse ne ka dilla duket më mirë për me bë video, por pamja përballë, që po e shikoni për një xham këtu është fantastike. Edhe refleksi në xham është kaq i ja. A nuk është pa. Ndihesh sikur je në një nga filmat që tregojnë pak për mesjetën, pak për gjërat dhe sinqerisht nuk ndihesh sikur je në 2025 këtu. Po kjo është gjë e bukur e Italisë. 5-10 euro gibi bir şeydi. Shkojmë të marrim biletën tani dhe të shohim sa kushton. Onun şekli öyle. Ben Ayasofya'nın cami olsun istemedim. Gerçekten. Tani e kupton se sa artista janë italianë dhe nga ka bërë gjithë kë frymëzim për shembull për artistat edhe për artin. Domethënë kanë trashëgimi kultore të papame. Dhe të jesh në një vend të tillë nuk mund të dalësh prej këtu pa u frymësuar për diçkaje. Është një cop arti kudo që shkon. Një vepër artit që nuk mbaron kur. Shumë e bukur. Njerëzisht dhe freska që janë super të punuar.
tregojmë pak jetën e kësaj bote te kjo kupola këtu, rreth kupolës. Dhe pastaj ka këtë mrekullin këtu me këtë vamarin që është në formë këtu dhe është si silver. Është fantastike. Dhe më thanë, shikoni që mrekulli edhe është e prej jashtë. Dhe duket sikur nuk ka dritare hiç prej jashtë, por në fakt ka dritare nga këto që vendosin nëpër kisha. Për shembull, këtu duket si mermer. Edhe aty duket si mermer, edhe aty duket si mermer, po aty ka ato si vizatime, nuk e di si quhen këto vizatimet. Por duket një mrekulli edhe prej jashtë. Dhe truni jem sapo është çmend nga gjithë kjo bukuri. Jena tu hi edhe tek muzeu, që e kemi po në bilet, se më një bilet të kombinu me 2-3 gjëra. Ky ishte muzeu i Emilio Greco. Po, studiojnë, ose kjo ekspozita është e këtij zotërisë këtu, që unë kuptoj një fjalë, domethënë kuptoj pak, po nuk kuptoj të na çka ka të shkruar me këtu, që do i bëj foto kësaj dhe të lexoj pak për këtë burrin. Nisa. Pikturat e tij janë pak nudo, por nuk po i tregoj gjitha. Thjesht është një piktar, një skulptor i famshëm. Janish, ajo pjesa e pikturës është something different. E disa dhe nga vepret skulpturore të tij. Për shembull kjo këtu, një vepër artit, mënyra se si i ndërtojnë dhe se si i llogarisin çdo detaj. Apo ajo aty për shembull. Orada ne çıkıyor? Anlatamam. Bence o düşünceleri düşünmen artık. Parça parça puanlar burada bırakmışlar. Një hani, po më bëhet video tani për Instagram dhe po qishte me mu. Ju prishën nervat, ka një shprehje të tërshit, në kohë që më pozosha për video dhe mbani me qesh në video, ma la për gjys video. Ishte? Mesoj e kuptoni se po e lartë zemrën. O zot, sot bukur. Pse më njihni pak, dhe më thonë, unë këto lartë zemrën, shikoni çfarë mrekulliet është. Nuk më ban zemra as t'i prek, dhe më thonë se janë shumë të bukura. Lash një pjesë shpirtit këtu. Shikoni çfarë mjeshtrijet. Të lë shpirt në duhet ikni pak. Pse çdo gjë është pak e kripur, sepse është pundoret. Dhe jemi në Itali dhe normal asgjë nuk mund të jetë falas. Ose me shumë të lira. Diçka është pak e kripur, por ka shumë gjëra cute, sinqerisht. Aslında öyle bir şey lazım bana. Bu çok faydalı aslında. Çok güzel. Bak. Okay, you're perfect. Her şey çok güzel ya. Marş
çdo gjë këtu. I betohem, është perfekt. Nuk di domethënë ka më perfeksion. Bëri një hani i blevi dy gjana, unë halas kam ble asë gjatë, dhe me thanë, pakën një kujtim të bukur nga këtë gjërat e bukura të shtëpis, nuk i kam ble, edhe nuk po vendosi dot sepse janë shumë bukura. Aynısı ne valla. Arnavutça anlamaya mı başladın acaba? Evet. Yeah? Thank you so much. Grazie mille. Grazie so much. Ay burada tiramisu var, çok güzel. Ülkede gezebiliyor olmak çok rahat. Ya biz o zaman böyle bir Akoloria është fantastike dhe rrugët e vjetor Vetës që janë kaybolmuştuk. evet kaybolduk ama Sonra arkamızda tepe... söyle. Arkamızda uçurumu olan bir tepe bulmuştuk. Orada fotoğraflar çekmiştik. Ama çok güzel burada. Çünkü şimdi burası dümdüz böyle. Önümüz açık ve birazdan Konya'nın manzarasını göreceğiz. Ay çok güneş var. Güneş çıkarttım buradan. Ben bu kadar güneş istemiyorum. Ay bir de kimse yok ya. Yapalım mı? İşte çok güzel. Bëj foto me një hanin këtu mrapa dhe tanë erdhe me bë foto me ne. Dhe me tha me ne jo, po aty të vend ku ishim ne. Ne dedin? Benim Nihan'ım çok güzel fotoğraflar çekiyor mu? İşte onu çektim. Ondan sonra işte herkes oraya fotoğraf çekmeye geldi. Ve onlara fotoğraf çektirdik ve çok mutlu oldular. Çok güzel. İspanyollardı, değil mi? Kadar güzel. Of ya. Tash më në duk si manjake, se jam të filmu vendin dhe është shumë i bukur. Mund të çdo shtëpi, çdo derë ka diçka të bukur nga brenda. Ay buradan güneş geliyor, çok güzel. Oha. Bu ne? Nihan bu ne? Çok güzel gözüküyorsun şu an. Nuk e di, por këtu është tamam ajo pjesa që quhet jetë e avashtë, slow life. Të jep atë ndjesinë që kur nuk jeton askush këtu, por gjithë në fakt shtëpitë janë të mbushura. Mesela Roma ile ne kadar farklı bunun mimarisi, değil mi? Nuk mund të them se s'kam pi edhe ujë Orvieto. Evet, bekle. Besmele çektin mi? Tabii. Ama oturmadın. Ka muzik. Ndërkohë këtu po arsohet. Është një qetë shumë i bukur. I qetë dhe shumë cute. Ağzıma girdi. Olsun. Bir şey olmaz. Dhe tani po kërkoj një vend për të ngrënë diçka sepse duam të rrim pak nxehtë edhe të hajmë diçka. Çok Sen sanki benim boğazım. pizza var değil mi? Ay bir çok mutlu çünkü yiyor. Ların için teşekkürler. Evet, burada kahve alabiliriz aslında. Nerede? Burada. Marmara kahve. Evet, ikim se
E shyuam Orivjetën shumë. Bleva 2 gjëra, po ja tregoj kur shkoj në hotel. Ortëdayız. Jemi në Orte, po xhami është shumë pes dhe s'duket as gjë. Dhe unë kam harruar të me luqë pike duken si më pa fjetë, me kanë gjumë. Në fakt jam lota lohet, por jena mirë. Olabilir. Ve burada e mbyllim edhe ditën për sot. Edhe udhëtimin ton në Orivieto, u kthym në Rom, tani po shkojmë në hotel, morëm me ujin. Një hani mori edhe mozzarella. A je lumtur? Ai morte. A je morte? Morte, vetë morte. Ölmüş. Ka vdek. Başka dilimde dışarı yapayım mı? Gerek yok. Gerek yok. O zaman hadi iyi geceler. Subscribe yapmayı unutmayın. Videoda çişim var dedim ya. Olsun ya, boş ver, bu çok normal. Hadi, ciao. Ще мені відео. Подавай, subscribe. Hadi yap.